Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Në këtë kohë kur muzika për fëmijë shpesh reduktohet në materiale të shablonizuara dhe të shkurtra në përmbajtje, profesori dhe kompozitori Memli Kelmendi ka sjellë një frymë të re me përmbledhjen e tij më të fundit, 24 vepra pianistike për fëmijë. Ky libër nuk është vetëm një koleksion pjesësh për piano, është një urë natyrale drejt botës së muzikës përmes gjuhës së fëmijëve. Kelmendi ka arritë të ndërthurë mjeshtërisht teknologjinë, traditën muzikore shqiptare dhe një gjuhë moderne kompozicionale për të krijuar një përvojë të pasur artistike dhe pedagogjike. Me përvojën si mësimdhënës dhe përkushtimin ndaj edukimit muzikor të brezave të ri, ai ka sjellë një vepër që është njëkohësisht lojë dhe mësim, ndjeshmëri dhe strukturë. Në intervistën e sotme do të kemi rastin të zbulojmë më shumë rreth procesit krijues të autorit, qëllimit të librit dhe vizionit të tij për edukimin muzikor të fëmijëve. Një bisedë që shpalos jo vetëm një projekt muzikor, por edhe një copë të shpirtit të tij. Përshëndetje Memli. Diana, faleminderit për ftesën, kënaqësi që jam pjesë e misionit. Faleminderit edhe ju që erdhët në këtë ditë bajramit, themi në këtë ditë feste për gjithë besimtarët islam. Memli, më trego si erdhe deri te kjo ide e përmbledhjes. Me qemi të festa, po shfrytëzoj edhe unë rastin të uroj festën gjithë besimtarëve të besimit islam. Uroj që kjo festë të jellë paqe, gëzim dhe harmoni në familjet e secilit prej nesh. Ky libër për mua është një libër i veçantë, sepse është një punë të cilën me thënë të drejtën kam punuar më shumë se një vit, jo intensivisht, mirë po libri në fillim janë parapo disa ushtrime stres, mirë po për shkak të mu ka duk realisht jo e nevojshme disa pjesë të cilat janë më të komplikuara të thënë drejtën edhe kërkojnë avancim më të madh pianistik, kam menduar që janë të panevojshme për këtë botim. Ky është realisht botimi i parë i korit të Siparantum, që është që i dedikohet të brezave të ri. Veprat 24 veprat pianistike janë kompozime të mia, të cilat po e recitoj janë çdo herë duke u mbështetur direkt në melosin dhe motivet tona shqiptare, përgjithsisht në kulturën dhe folklorin ton, gjithë një të modernizuara, të adaptuara për frymën dhe botën e fëmijëve. Vetë tematika edhe vetë përmbajtja e librit është besoj diçka ndryshe, sepse është direkte libër që prek edhe vepra pianistike që prekin imagjinatën e fëmijëve, dhe vepra që ndërlidhen direkt me moshën e tyre. Dhe që janë kompozimet tuaja, 24, është ndonjë numër simbolik themi apo kjo dhe vepra tjera, me siguri që nuk Pa dyshim që po, mirë po kom besu që janë të mjaftueshme, sepse të gjitha janë pjesë të lira, edhe pjesë të cilat janë të përshtatshme për botën e fëmijëve. Në hyrje të emisionit juaj e përmendet edhe inkorporimin e teknologjisë muzikore, secili ushtrim e ka QR kodin, edhe ku fëmijët përmes QR kodit munden me pa partiturën, munden me pa gishtërimin, edhe munden me ndëgju pjesën e secilin pjesë do thëtë secilin pjesë e cila është e shkruar. Do thotë për t'ia lehtësuar fëmijëve, pas ke pas punë vetë, është dashur shumë kohë? Po, kjo ka marrë pak më shumë kohë, mirë po duhet të falenderoj një ekip fantastik që kemi pas në realizimin e këtij libri. Agron Shojaku, profesor doktor Agron Shojaku, profesor në Universitetin e Prishtinës, pianist i njohur gjithashtu, ai ka bërë gishtërimin e pianos. Po ashtu pianistja jonë e shquare Denita Dedushaj, po ashtu profesoresh në Shkollën e Muzikës Prenkja Koa këtu në Prishtinë. Ajo ka luajtur të gjitha pjesët në piano, pastaj i kemi marrë, i kemi përpunuar, i kemi edituar dhe i kemi vendosur edhe si videolink, ku fëmijët kanë mundësi të thotë me pas qasje direkte me ndëgju. Besoj që kjo praktikë është diçka shumë e bukur, sepse kjo drejt për drejt afron edhe bën më të lehtë një ushtrim, edhe thjesht fëmijët jo me çdo kusht duhet ta marrin një pjesë, thjesht përmes QR kodit të ushtrimeve edhe të tjera, ata do të kenë mundësi që realisht me pas cili ushtrim është i përshtatshëm për botën e tyre dhe për imagjinatën e tyre. Do thotë ke pas këtë ofruar edhe zgjedhje përveç lehtësimit. Ky libër është i veçantë sepse është botimi i parë i korit, po ashtu edhe botimi i parë i imi si kompozitor. Recenzenti i këtij libri është kompozitori Krishnik Aliçkaj,
dizajnin dhe ilustrimet i ka punu me shumë dashuri Ron Bojri, një super dizajner me cilin kam një bashkëpunim të vazhdueshëm në projekte të ndryshme, ndërsa libri është mbështetë prej SDC-s, ambasadës zvicerane, ku ambasada ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në fuqizimin e kulturës përgjithsisht në Kosovë, e mbi të gjitha edhe tek Nesikor, përmendi projektet në 2023 dhe 2024. Ky libër është njëri prej mbështetjes të cilën e kemi marrë nga SDC. Më trego për cilat mosha? Libri... Është për fëmijë, po e di që dallon. Teknikisht, libri nuk fillon prej nivelit të vështirësisë nga fillimi deri tek niveli më i lartë, mirë po është vendosja titujve është në kuptimin dramaturgjik, sepse kemi dashur me pas një përmbajtje edhe një dramaturgji edhe në aspektin tekstual, jo vetëm në kuptimin muzikor. Mirë po megjithatë, libri mendoj që diku prej nivelit të tretë do të jetë i përshtatshëm për fëmijët. Që i bie klasa e treta, po? Prej klasës, do të thotë, prej nivelit të tretë në shkollën e ulët të muzikës, do të thotë, prej klasës tretë. Mirë po, unë prej disa pianistëve, prej kolegëve, profesorëve, të cilët e kam dhënë tashmë vetëm librin, dhe kom pas memli, po, nuk është bërë bashkë edhe për fëmijë, ka pjesë që janë edhe të vështira, po. Besoj që ky libër është jo vetëm për fëmijët e vegjël, mirë po funksionon shumë mirë edhe për shkollat e mesme. Ka vepra, besoj, janë të bukura, janë të oferta, edhe janë vepra direkte përmenda që në fillim që lidhen drejt për drejt me shkallët, me melosin, me folklorin ton shqiptar. Do të janë edhe për fëmijë që dëshirojnë të sfidohen, me siguri. Trego inspirimin ku e morët? Po, unë punoj prej vitit 2010 në shkollën e mesme të muzikës Halit Kasapolli në Pej, edhe prej aty, po mendoj, vazhdimisht unë shoh literaturën që përdoret tek fëmijët, veprat, përgjithsisht, po flas përgjithsisht në Kosovë, veprat aty diktu janë të afërta ose të njëjta, pak kemi risi pianistike, do të thojë, edhe kam menduar që një libër i tillë do të jetë diçka më ndryshe. Tash është përzgjedhja e profesorëve dhe a do ta përzgjedhin apo jo diçka për këtë libri, mirë po unë kam dashur me thjesht një diçka të cilën unë kam pas brenda, kam dashur me pas në partiturë, edhe uroj që kush e përdor, edhe besoj që do të jetë libër që do të jetë më ndryshe, edhe besoj që është për arsye se prek direkt imagjinatën e fëmijëve. E përmenda aty këtu për atë gjuhën kompozicionale që e keni përdorë, na i përshkruni kështu pak më gjithësisht? Po gjuha cilën e kam përdorë dallon secila vepër, do të thoya në aspektin stilistik nuk përngjan njëra me tjetrën. Për shembull, kemi kështjella magjike, është melodia e plakut, arbëreshës, motive nga jugu, kemi elemente për shembull që prekin edhe interpretimin e çiftelisë në instrument. Kemi ninulla, për shembull të ninulla, ato më shumë jam inspiruar tek muzika e Brahmsit me variacione të tilla, kushtimisht më thon, që kam dashur me prek diçka, për nota e yjeve, do thotë ka tema të ndryshme, nuk përngjojnë veprat njëra me tjetrën, secila është e ndryshe, edhe mendoj që edhe në përmbajtjen tekstuale janë veprat të cilat unë i kam punuar me shumë dedikim. Mirë po veprat të cilat lidhen direkt me melosin tonë, ose më mirë me thënë me kulturën tonë shqiptare, jo mundu që me i rujtë ritmet, me i rujtë shkallët, edhe ato me i përdor edhe me një gjuhë muzikore, me një shprehje muzikore, gjithnjë duke u mbështetur në harmoninë tradicionale, edhe të u mbështet me meloditë të cilat mund të jenë të afërta konsideroj për moshën e fëmijëve. Kam menduar që me kriju këtë gjuhë, thash që kam punuar rreth 1 vit për këtë libër, mirë po edhe pjesa teknike, me thënë të drejtën, ka marrë pak kohë derisa kemi vendosë videolinqet, interpretimi, pastaj gishtërimi, dizajni e tjera, mirë po jam shumë e fatë që kom pas fatin që në këtë rrugtim të librit me pas një ekip shumë të mirë. Një ekip mbështetës. Po, padyshim, ku me përgjithësinë morale dhe profesionale, them që secili ka punuar me shumë dashni këtë libër, edhe po besoj që do ta ketë edhe rrugtimin e vet. Mbi të gjitha, kjo le të jetë një literaturë shtesë për botën pianistike shqiptare, edhe uroj që të gjej vend edhe
në shkollat e muzikës, apo thjesht ndoshta le të jenë edhe si pjesë të lira, le të jenë për zgjedhjen e fëmijëve ose ata të cilët do ta marrin librin në dorë. Flasim pak edhe për muzikën bashkëkohore. Sa i keni njoftuar përmes këtij libri? Po, unë me thonë të drejtën në kuptimin e trajtimit të veprave, unë direkt kom hyrë në botën pianistike, me thonë të drejtën unë kom bërë një farë analize, do të thoya teknikisht, se çka duhet ose çka thjesht një mendim timin që unë e kom pa botën pianistike, e kom shpreh përmes këtij libri. Mund të jem gabim, mirë po thjesht kjo ka qenë një farë forme imagjinate imja personale, ndoshta edhe profesionale, se si unë e kom pa një libër pianistik për fëmijë. Prandaj kom përzgjedh në këtë edicion ta quaj, që të jenë 24 vepra pianistike, edhe tash unë më njëherë jam duke vazhdu me një libër të tjetër, që po ashtu lidhet direkt me botën e fëmijëve, që tashmë vetëm është mbështetë prej Ministrisë së Kulturës, vepra korale për fëmijë. Po mendoj që do të jetë diçka, sepse me që unë punoj edhe me korin, po besoj që do të jetë një diçka që kemi nevojë edhe me shpreh, edhe me ngrit, edhe me fuqizu edhe më shumë edukimin koral për fëmijë. Do thotë, trego, po më duhet ta di pak më detajisht atë balancin e patë vështirë ta mbash prej këtyre themi elementeve artistike me pedagogjike. Jo mundu me rujtë gjuhën pianistike, mirë po asnjënin prej ushtrimeve nuk e kom bë pa u konsultu me profesor, me bashkëpunëtor të librit, me Agronin Denitën, Krishnikun, edhe në kuptimin e gjuhës muzikore, edhe në kuptimin pianistik, do të thonë edhe në sot, sepse Agroni dhe Denita vazhdimisht punojnë në këtë aspekt, sepse ata janë pianist, edhe punojnë me fëmijë, edhe më ka interesu shumë se prandaj ndoshta e kom vendosur edhe ato ushtrime shtresë, të cilat nuk ushtrime, ato vepra tjera shtesë që kemi parapo në fillim kemi eliminuar realisht vetëm për shkak të vështirësisë, kemi konsideruar si ekip që nuk janë të nevojshme për këtë libër. Prandaj kemi bërë një reduktim edhe kemi ardhur tek numri 24. Po besoj që janë vepra të mjaftueshme edhe për këtë botim, edhe besoj që janë veprat të cilat lidhen, e përmenda që në fillim, edhe me harmoninë tradicionale, edhe me motivet tona, çdo herë duke mbështetur në një trajtim artistik, trajtim ta quaj modern. Është testu, këto vepra janë testu paraprakisht me fëmijë para se të botohen? Unë me shpërndarjen e librit kam fillu me njëherë në muajin dhjetor të vitit 2024, ne para 2 javë në kuadër të festivalit të Kolegjit ABA, ne kemi pasur një promovim edhe për studentët në kuadër të festivalit, sepse kemi dashur që këtë libër me pas në dorë edhe studentët e Fakultetit të Muzikës. Unë e kom shpërndar vetëm në disa shkolla të mesme të muzikës, mirë po me që tash jemi në përfundim të vitit, do të kujdesem më shumë që këtë libër ta shpërndaj edhe në shkollat e tjera të mesme, të shkollat e ulta dhe të mesme në Republikën e Kosovës. Kemi sasi të mjaftueshme, kështu që prej shtatorit do të kujdesem që ti edhe në shkollat private, pse jo, edhe gjithë ata fëmijë. Kjo është lidhje dhuratë për fëmijë thjesht që kum dashur me pas. Keni biseduar me profesor, me drejtor shkollash, me gjitha këto, do të mundohen? Po disa shkolla tash përmendë shtatorin është një kohë që munden me integru. Në disa shkolla unë vetëm bashkëpunim edhe me drejtorët edhe me profesorët, unë vetëm i kom shkep, edhe i kom shpërndar realisht këto libra. Prej shtatorit do të jem më i kujdesshëm, edhe do të krijoj edhe takimin, pse jo edhe me nxënësit, ndoshta edhe të bëjmë edhe një koncert, një mini koncert me këto vepra prej fëmijëve të ndryshëm që vinë nga gjithë territori i Republikës së Kosovës. Po mendoj që është një libër ndryshe, përmenda që në aspektin që nuk ka vetëm përmbajtje të partiturës së notave, mirë po QR kodi është shumë më të lehtë edhe shumë më efikas, do të thoya, edhe shumë më të shpejtë si proces leximin notal. Prandaj është një ndërlidhje në mes teknologjisë edhe moderne edhe partiturës. Po. Me mlinit presim me veprat korale për fëmijë, që do të botohen së shpejti, na premtove që do të vish, nuk na premtove, po më po them kështu. Faleminderit për kohën.
Dhe urojmë që suksese edhe me korin si parantum, po pse jo edhe me serit këtyre librave që do t'ja lotësosh fëmijëve dhe do t'ja bësh me të vërtet si lojë edhe instrumentin, po pse jo edhe korin, do t'a dëgjojnë vetveten dhe t'jenë një pjesë e një komuniteti artistik. Interesant. Ju falenderoj shumë për bashkëpunimin dhe për mbështetjen e vazhdueshme që bëni për kulturën, që është tetë domethënëse, edhe zëri më i fuqishëm që edhe që punën tonë e bëni më të afërt tek shikues të juaj. Tek ky libër mos harroj me përmend edhe shtypshkronjë Riko që ka bënë një punë fantastike, edhe gjithë ata të cilët kanë kontribuar deri në promovimin tjetër të librit Koral për fëmijë. Ju premtoj që do të jem edhe bashkë ndoshta edhe do të shpalosim edhe me video ilustrime diçka që të jenë edhe më të afërt edhe për dëgjuesit. Faleminderit. Faleminderit. Ambasada e Republikës së Kosovës në Gjermani ka njoftuar organizimin e një ekspozite dokumentuese me titull Pasqyrimi i masakrave dhe krimeve të tjera nga lufta e fundit në Kosovë përmes fotografive më 9 qershor, që synon të hedhë dritë mbi vuajtjet e civilëve gjatë luftës së viteve 1998-1999. Ekspozita e cila do të paraqesë imazhe të fuqishme dhe dëshmi autentike të mbledhura gjatë dhe pas konfliktit, ka për qëllim të ruajë kujtesën kolektive dhe të nxjisë ndërgjegjësimin ndërkombëtar për drejtësinë e viktimave dhe familjeve të tyre. Organizatorët theksojnë se përmes fotografive të përzgjedhura, ekspozita dëshmon për krimet e kryera ndaj popullsisë civile dhe rëndësinë e dokumentimit historik si mjet për të kërkuar përgjegjësi dhe për të ndaluar mohimin e ngjarjeve. Ngjarja do të shoqërohet me ushqime dhe pije tradicionale nga kuzhina kosovare në një përpjekje për të lidhur kulturën me kujtesën historike. Pianisti i shquar britanik Peter Donohoe do të mbajë koncertin përmbyllës të festivalit Chopin Piano Fest Prishtina të hënën më 9 qershor në orën 20. Donohoe i njohur ndërkombëtarisht për interpretimet e tij virtuoze dhe repertorin e gjerë pritet të sjellë një performancë të fuqishme për publikun kosovar. Ai fitoi famë botërore pas fitores së medaljes së argjend në konkursin ndërkombëtar Tchaikovsky në Moskë në vitin 1982. Gjatë karrierës së tij të pasur, ai ka performuar me orkestrat më prestigjioze përfshirë Filharmoninë e Berlinit, të New Yorkut, Los Angelesit, Orkestrën e Amsterdamit dhe të gjitha orkestrat kryesore të Mbretërisë së Bashkuar. Repertori i tij i vlerësuar përfshin vepra të kompozitorëve si Rachmaninoff, Beethoven e shumë të tjerë të cilët janë përjetësuar në albume të shumta të mirëpritura nga kritika. Ky koncert përmbyllës organizohet në bashkëpunim me ambasadën britanike në Prishtinë, duke shënuar një tjetër ngjarje të rëndësishme kulturore për kryeqytetin e Kosovës. Instituti Albanologjik i Prishtinës ka botuar së fundmi veprën e re shkencore, studime gjuhësore të Dr. Abdurrahim Maxhunit, bashkëpunëtor i lartë shkencor në degën e gjuhësisë në këtë institut. Libri përmbledh një sër punime shkencore të Maxhunit të publikuara më parë në revista të njohura dhe të prezantuara në konferenca kombëtare e ndërkombëtare, duke trajtuar fusha të ndryshme të lingvistikës së gjuhës shqipe. Recenzues të veprës janë studiuesit Dr. Naim Berisha dhe Dr. Faton Krasniqi. Kjo është vepra e 6 shkencore autorit në fushën e lingvistikës shqiptare. Organizata dhe Balkan Forum do të mbajë më 10 qershor një panel të hapur publik në Menza Ramiz Sadiku në Prishtinë me fokus në rolin e kulturës në formësimin e identitetit dhe vetëpërfaqësimit të Kosovës nëpërmjet artit dhe tregimeve. Ngjarja e titulluar Kosova ka shumë rrëfime për të treguar narrativat kulturore si vetëpërfaqësim do të mbledh artistë dhe publikun për të diskutuar se si filmi, letërsia dhe aktrimi kontribuojnë në krijimin e një narrativi autentik për Kosovën në nivel lokal dhe ndërkombëtar. Një nga folësit kryesor do të jetë regjisori dhe producenti Erol Bilibani, figur kyçe në kineman dokumentare kosovare dhe udhëheqësi Dokulabit të Dokufestit. Në këtë forum do të flasin edhe Armend Smajli, aktor, Lum Qitaku, filmbërës, regjisorja Kaltrina Krasniqi e shumë të tjerë. Organizatorët thonë se synimi i këtij paneli është të frymëzojë të rinj dhe krijuesit e rinj të angazhohen në ndërtimin e rrëfimeve kulturore që pasqyrojnë realitetin dhe aspiratat e shoqërisë kosovare.
Festivali ndërkombëtar i monodramës Monoak në zemër të Prishtinës rikthehet në një nga ngjarjet më të rëndësishme teatrore në rajon dhe më gjerë. Edicioni 17 i këtij festivali do të zhvillohet nga 8 deri më 13 qershor, duke sjellë në skenë artistë të jashtëzakonshëm nga mbar bota. Një javë e mbushur me art, emocione të fuqishme dhe performanca të jashtëzakonshme nga artistë të mrekullueshëm nga e gjithë bota, thuhet në njoftimin zyrtar të aktorit Mentor Zymbera, njëherët organizator i ngjarjes. Me rastin e festës së Bajramit të vogël, urojmë të gjithë besimtarët kudo që ndodhen me shëndet e mirëqenie. Qoftë kjo festë e madhe një ditë reflektimi, paqe dhe dashurie, duke sjellë harmoni në zemrat dhe familjet tuaja. Dhe ne kështu shikues të nderuar, këtu po e përfundojmë magazinën Art Kultur. Ne ju falenderojmë që na ndoqët dhe mirupafshim të hënë.